Përputhshmëria e Bricjapit me 12 shenjat e zodiakut. Bricjapi është një nga shenjat më të qëndrueshme, të disiplinuara dhe ambicioze të zodiakut. Ai nuk hyn lehtë në dashuri, por kur e bën, është i përkushtuar deri në fund. I udhëhequr nga Saturni, planeti i urtësisë dhe durimit, Bricjapi e sheh dashurinë si një ndërtim të ngadaltë, por të sigurt, si një shtëpi që ngrihet me themel të fortë. Ai nuk ndjek pasionin e çastit, por kërkon partner që i sjellin siguri, respekt dhe stabilitet. Në dashuri, ai është besnik, serioz dhe shpesh më shumë praktik se sa romantik. Ai nuk e tregon ndjenjen me fjalë të mëdha, por me veprime të vogla e të qëndrueshme. Për Bricjapin, dashuria është një premtim që duhet mbajtur, jo një lojë, por si funksionon ky shpirt i qëndrueshëm me shenjat e tjera të zodiakut? Le ta zbulojmë më poshtë. Bricjapi dashi, një lidhje mes disiplinës dhe pasionit, ku toka e qëndrueshme e Bricjapit takon zjarrin e pashuar të dashit. Dy personalitete të forta, me qëllime të mëdha në jetë, por që shpesh i ndjekin në mënyra shumë të ndryshme. Dashi është i guximshëm, spontan dhe plot energji, ai kërkon veprim të menjëhershëm dhe emocion të vazhdueshëm. Për të, jeta është një aventurë që duhet jetuar me vrull, dhe dashuria një flak që duhet ndezur çdo ditë. Ndërsa Bricjapi është strateg, i përmbajtur dhe i duruar, që nuk i lë gjërat në dorë të fatit. Ai analizon, mendon, planifikon, sepse për të, çdo vendim duhet të ketë qëllim dhe stabilitet. Në fillim, kjo lidhje mund të duket e pamundur. Dashi do përgëzime, nxitje dhe liri, ndërsa Bricjapi kërkon rend, përgjegjësi dhe siguri. Por nëse i japin njëri tjetrit hapësirë për të qenë vetvetja, mund të ndodhë diçka e jashtëzakonshme. Dashi mund ta mësoj Bricjapin si të guxojë më shumë, të dalë nga rutina dhe të ndjek dëshirat e zemrës. Ndërsa Bricjapi mund t'i mësoj dashit si të fokusohet, të mos i djeg urat pas vetes dhe të ndërtoj diçka që zgjat. Në dashuri, tensioni mes tyre mund të kthehet në magnetizëm të fuqishëm, një tërheqje që ndizet si flak, por që kërkon shumë pjekuri për të mos u shuar. Nëse arrin të kuptojnë se forca e njërit nuk është dobësia e tjetrit, por plotësim, atëherë kjo lidhje mund të bëhet një aleancë e vërtet mes forcës dhe mençurisë. Përputhshmëri, 55, jo gjithmonë e lehtë, por mund të funksionojë nëse mësojnë të respektojnë ritmin dhe mënyrën e dashurisë së njëri tjetrit. Bricjapi Demi, një lidhje ku stabiliteti takohet me durimin dhe ku dashuria rritet si një pemë që nuk ndalet kurrë së dhëni fryte. Të dy janë shenja të tokës, gjë që i bën të flasin të njëjtën gjuhë të ndjenjave, atë të sigurisë, përkushtimit dhe besueshmërisë. Demi është i butë, sensual dhe i lidhur ngushtë me kënaqësitë e jetës. Ai e do bukurinë, rehatinë dhe qetësinë. Bricjapi, nga ana tjetër, është punëtor, ambicioz dhe i përqendruar tek qëllimet afatgjata. Ai kërkon sukses, ndërtim dhe stabilitet ekonomik e emocional. Në këtë bashkim, Demi i kujton Bricjapit se jeta nuk është vetëm për t'u planifikuar, por edhe për t'u shijuar, me një gotë verë. Një darkë të qetë dhe një prekje dashurie. Ndërsa Bricjapi i mëson Demit se kënaqësia ka vlerë më të madhe kur është ndërtuar me mund. Ata janë si dy gurë themeli të një ndërtese të fortë, secili i jep tjetrit atë që i mungon. Demi sjell ngrohtësi dhe butësi në botën e rregullt të Bricjapit, ndërsa Bricjapi i jep Demit ndjenjen e sigurisë që ai kërkon në çdo marrëdhënie. Kjo dashuri nuk shpërthen menjëherë me pasion të verbër, ajo rritet ngadalë, me rrënje të thella, duke krijuar një lidhje që përballon çdo stuhje. Për ta, besnikëria dhe durimi janë më të rëndësishme se fjalët e mëdha, dhe kjo është sekreti i forcës së tyre. Përputhshmëri, 90, një dashuri që lind ngadalë, por që nuk shuhet kurrë. Lidhje e ndërtuar për të zgjatur dhe për të kthyer në një histori të vërtetë dashurie toksore. Bricjapi Binjakët, një lidhje ku plani afatgjat i Bricjapit takon kurreshtjen pafund të binjakëve, një përzierje e bukur, por shpesh sfiduese. Këtu kemi një tokë që kërkon stabilitet dhe një erë që s'ndalet kurrë së lëvizuri. Binjakët janë të shpejtë në mendime, të zgjuar, plot ide dhe humor. Ata duan ndryshim, aventura, biseda dhe gjithçka që i mban mendërisht të gjallë.
ndërsa Bricjapi është i matur, i organizuar dhe nuk bën asnjë hap pa plan. Për të, jeta është një projekt i madh që kërkon përkushtim dhe disiplinë. Në fillim, këta të dy mund të tërhiqen nga dallimet e tyre. Binjakët admirojnë vendosmërinë e Bricjapit, ndërsa Bricjapi magjepset nga drita, inteligjenca dhe sharmi i binjakëve. Por me kalimin e kohës, ritmet e tyre të ndryshme mund të sjellin lodhje. Njëri kërkon strukturë, tjetri spontanitet. Megjithatë, nëse Bricjapi mëson të jetë më fleksibël dhe të mos e shohë gjithçka në të zezë apo të bardhë, dhe binjakët kuptojnë vlerën e përgjegjësisë dhe përkushtimit, kjo lidhje mund të bëhet një bashkim i jashtëzakonshëm mes trurit dhe ambicies. Në marrëdhënie pune, miqësi apo dashuri, ata mund të mësojnë shumë nga njëri tjetri. Binjakët i japin jetë dhe frymë. Spontaniteti botës serioze të Bricjapit, ndërsa Bricjapi i mëson binjakët si të përqendrohen dhe të kthejnë idetë në realitet. Përputhshmëri, dy energji shumë të ndryshme që kërkojnë shumë mirëkuptim. Por nëse dashuria është e vërtetë, edhe ajri mund të gdhen malet. Bricjapi Gaforia, ky është një bashkim i shpirtit me trupin, i ndjenjes me logjikën. Një nga kombinimet më harmonike të zodiakut, ku të dyja shenjat ndihen të sigurta pranë njëra tjetrës. Bricjapi është shenjë toke, i qëndrueshëm dhe mbrojtës. Gaforia është shenjë uji, e butë, emocionale dhe shumë intuitive. Në këtë lidhje, Gaforia sjell ngrohtësi, dashuri dhe përkujdesje, ndërsa Bricjapi sjell stabilitet, siguri dhe mbështetje. Gaforia e ndihmon Bricjapin të hapë zemrën, ta ndalojë ritmin e ngurtë të punës dhe të kujtojë rëndësinë e emocioneve. Ndërkohë, Bricjapi i jep Gafores ndjenjen e mbrojtjes që ajo kërkon, një krah ku mund të mbështetet pa frikë. Në aspektin romantik, kjo lidhje është si një shtëpi e ndërtuar me themele të forta dhe e mbushur me dashuri. Gaforia kujdeset për detajet, për ndjenjat, për kujtimet, ndërsa Bricjapi kujdeset që gjithçka të jetë në vend, të qëndrueshme dhe e sigurt. Ata të dy duan një familje të fortë, qetësi dhe besnikëri. Sfida e vetme është se ndonjëherë Bricjapi mund të duket shumë i ftohtë ose racional për natyrën delikate të Gafores, ndërsa ajo mund të bëhet tepër e ndjeshme ose e varur emocionalisht. Por me komunikim dhe dashuri, këto dallime vetëm e thellojnë lidhjen. Përputhshmëri, 85, një dashuri e qetë dhe e fortë, e ndërtuar mbi besim, respekt dhe përkushtim të ndërsjellë. Kur bashkohen këta të dy, krijojnë një botë të vogël ku gjithçka ka kuptim. Bricjapi Luani, ky kombinim është një përplasje e dy mbretërve të zodiakut, njëri sundon me zemër, tjetri me mendje. Luani kërkon dritën, admirimin dhe duartrokitjet e botës. Bricjapi punon në heshtje, me durim e përkushtim, për të arritur majat. Të dy janë ambicioz, krenar dhe të vendosur, por mënyrat se si arrin suksesin janë krejt të ndryshme. Në fillim, mes tyre ka tërheqje të fortë magnetike. Luani mahnitet nga forca, stabiliteti dhe misteri i Bricjapit, ndërsa ky i fundit e vlerëson vetbesimin dhe energjinë e Luanit. Por, pas këtij fillimi të zjarrt, fillon loja e pushtetit. Kush do ta mbajë drejtimin? Luani kërkon lavdërime dhe dashuri të shprehur me bujë, ndërsa Bricjapi e tregon dashurinë me vepra dhe përkushtim, jo me fjalë të mëdha. Nëse Luani nuk ndjen mjaft vëmendje, mund të lëndohet. Nëse Bricjapi e sheh që lidhja bëhet tepër dramatike, mund të tërhiqet. Por kur këta dy mësojnë të bashkojnë forcat në vend që të garojnë, krijojnë një partneritet mbreslënës. Luani frymëzon, ndërsa Bricjapi organizon. Ai ndërton kështjellën, ajo e ndriçon me dritën e diellit të tij të brendshëm. Përputhshmëri, 60, shumë ego dhe tension, por edhe shumë forcë dhe pasion. Nëse arrin të respektojnë rolin e njëri tjetrit, mund të bëhen një çift i fuqishëm, që të tjerët e admirojnë dhe e marrin si shembull. Bricjapi Virgjëresha, ky është një nga bashkimet më harmonike të zodiakut, ku logjika, stabiliteti dhe përkushtimi krijojnë një lidhje të rrallë. Si shenja të tokës, të dy e duan rendin, pastërtinë dhe qëndrueshmërinë në jetë, në ndjenja dhe në planet që bëjnë bashkë. Virgjëresha është e kujdesshme dhe analitike, Bricjapi është i duruar dhe strategjik. Ajo mendon çdo detaj, ai ndërton strukturën.
Së bashku, formojnë një ekip që punon me qetësi drejt një të ardhmeje të sigurt. Nuk janë tipa që e shfaqin dashurinë me drama apo pasione të zjarta, por me gjeste të vogla, të qëndrueshme e plot kuptim. Në këtë lidhje ka respekt të ndërsjellë dhe një ndjenjë sigurie që të dy e vlerësojnë thellësisht. Virgjëresha ndjehet e mbrojtur nga serioziteti i Briciapit, ndërsa ai gjen te ajo një partner që e kupton pa shumë fjalë dhe e mbështet pa kushte. Megjithatë, ndonjëherë mund të jenë tepër racional. Mungesa e emocioneve të shprehura hapur mund ta bëjë marrëdhënien të duket e ftohtë. Por në thelb, kjo është një dashuri që nuk ka nevojë për fjalë të mëdha. Mjafton një vështrim për ta kuptuar tjetrin, përputhshmëri. 95. Një lidhje e fortë, e ndërtuar mbi besim, stabilitet dhe ndjenja të vërteta që rriten me kohën. Briciapi peshorja, ky kombinim është një bashkim mes tokës dhe ajrit, ku çdo anë sjell diçka të veçantë në marrëdhënie. Peshorja është romantike, e butë dhe kërkon harmoni në çdo situatë. Ajo I jep rëndësi bukurisë, marrëdhënieve sociale dhe ndjenjave, duke dashur të shmangë konfliktet. Briciapi, nga ana tjetër, është praktik, I disiplinuar dhe fokusuar tek qëllimet afatgjata. Ai nuk lë emocionet të pengojnë arritjet e tij dhe shpesh mund të duket I ftohtë ose I rezervuar për peshoren. Në këtë lidhje, peshorja mëson të qëndrojë fortë dhe e vendosur, ndërsa Briciapi mëson të shprehë ndjenjat dhe të vlerësojë momentet e lehta të jetës. Për t'ia dalë mban, duhet të ketë shumë kompromis dhe durim, pasi dallimet në mënyrën se si I shohin jetën dhe emocionet mund të krijojnë tension, por, kur gjejnë ekuilibrin, kjo marrëdhënie mund të jetë e rafinuar, e bukur dhe e pjekur. Një kombinim I elegancës emocionale me stabilitetin praktik, përputhshmëri. 50. Nuk është e lehtë, por me përpjekje dhe mirëkuptim, mund të lulëzojë. Briciapi Akrepi, kjo është një nga lidhjet më të fuqishme dhe më të thella të zodiakut. Të dy shenjat janë të vendosura, të qëndrueshme dhe të përkushtuara ndaj marrëdhënieve të tyre. Akrepi është misterioz, pasionant dhe ka intuit të jashtëzakonshme për emocionet e të tjerëve, ndërsa Briciapi është I disiplinuar, strategjik dhe kërkon siguri dhe besueshmëri. Në këtë çift, intensiteti dhe përkushtimi janë çelësi. Ata nuk japin lehtë besim, por kur e bëjnë, lidhen thellë dhe përjetësisht. Akrepi vlerëson ndershmërinë dhe besnikërinë e Briciapit, ndërsa Briciapi admiron pasionin dhe fuqinë emocionale të Akrepit. Ky është një bashkim që rritet gradualisht, I mbushur me përvoja të përbashkëta dhe respekt të ndërsjellë. Ata e kuptojnë njëri tjetrin pa shumë fjalë dhe mund të qëndrojnë fort përballë sfidave dhe stuhive të jetës. Përputhshmëri. 90. Një dashuri e thellë, shpirtërore dhe e pakapshme nga sipërfaqësoria e botës së jashtme. Briciapi shigjetari, ky çift është plot kontraste dhe energji të ndryshme. Shigjetari është I lirë, I aventurshëm dhe kërkon eksperienca të reja, ndërsa Briciapi kërkon siguri, planifikim dhe stabilitet. Kjo mund të krijojë tension, pasi shigjetari shpesh vepron impulsivisht dhe kërkon të shijojë momentin, ndërsa Briciapi mendon çdo hap dhe preferon të ndërtojë diçka të qëndrueshme. Megjithatë, dallimet e tyre mund të jenë pikërisht çelësi I forcës së marrëdhënies, mësime të ndërsjella. Shigjetari I mëson Briciapit të çlirohet dhe të jetojë momentin, të shijojë aventurën dhe spontanitetin. Briciapi I mëson shigjetarit rëndësinë e qëndrueshmërisë, përgjegjësisë dhe planifikimit të ardhmërisë, rritja personale dhe e çiftit. Kur secili mëson të pranojë dhe të vlerësojë karakterin e tjetrit, marrëdhënia mund të shndërrohet në një eksperiencë që ndryshon jetën dhe perspektivat e të dyve. Sfidat. Një marrëdhënie e tillë kërkon durim dhe kompromis, pasi ndryshe mund të përfundojë me mosmarrëveshje për mënyrën se si të jetojnë dhe të planifikojnë së bashku. Përputhshmëri. 45. Sfiduese, por me durim, komunikim dhe respekt për karakterin e tjetrit. Ky çift mund të krijojë një lidhje që ndryshon jetën dhe I mëson shumë secilit. Briciapi, ky është një bashkim I dy shenjave identike, disiplinë, përkushtim dhe ambicie të përbashkët. Të dy e kuptojnë rëndësinë e stabilitetit, punës së palodhur dhe planifikimit afatgjat.
Ky çift mund të ndërtojë një marrëdhënie të qëndrueshme, të besueshme dhe të pasur me sukses, duke ndarë qëllime të përbashkëta dhe duke mbështetur njëri tjetrin në çdo hap të jetës. Megjithatë, duhet të kenë kujdes ndaj tendencës për t'u bërë të ngurtë, të rezervuar ose tepër kritik. Kur mësuan të jenë më fleksibël dhe të shprehin ndjenjat, lidhja mund të jetë praktikisht e papërmbajtshme dhe e sigurt. Përputhshmëri. 95. Një lidhje qëndron për jetë e bazuar në respekt, besim dhe përpjekje të përbashkët. Bricjapi ujori, ky është një çift me kontraste interesante dhe energji të ndryshme. Bricjapi është praktik, i disiplinuar dhe i fokusuar në qëndrueshmëri, ndërsa ujori është eksperimental, i lirë dhe kërkon ndryshim të vazhdueshëm. Kjo mund të krijojë tension, pasi ujori shpesh mendon jashtë kornizave dhe sfidon strukturën që bricjapi krijon. Nga ana tjetër, bricjapi mund të duket i ftohtë ose i rezervuar për stilin e çliruar dhe shpesh të paparashikueshëm të ujorit. Megjithatë, kjo marrëdhënie ka potencial të madh për të zhvilluar një ekuilibër të veçantë. Çdo njeri mëson nga tjetri. Bricjapi mëson të jetë më fleksibël, të shijojë momentin dhe të eksperimentojë më shumë në jetë. Ndërsa ujori kupton rëndësinë e stabilitetit, përgjegjësisë dhe planeve të qarta, rritja personale dhe e çiftit, kur arrin të bashkojnë botën e strukturës me botën e lirisë, krijohet një marrëdhënie unike, origjinale dhe me potencial të qëndrueshëm. Përballimi i sfidave, kompromisi dhe durimi janë çelësi. Kur secili respekton nevojat dhe ritmin e tjetrit, marrëdhënia mund të lulëzojë dhe të jetë e qëndrueshme. Përputhshmëri. 50 sfiduese, por me përpjekje, kompromis dhe durim. Ky çift mund të krijojë një lidhje interesante dhe të pasur me mësime të përbashkëta. Bricjapi peshqit, kjo lidhje është një nga më delikatet dhe shpirtërore të zodiakut. Peshqit janë ndërrimtar, të ndjeshëm dhe emocional, ndërsa bricjapi është realist, i qëndrueshëm dhe i fokusuar në arritje. Kjo krijon një bashkim të fuqishëm mes botës materiale dhe asaj emocionale. Si funksionon marrëdhënia e tyre? Mbështetje reciproke. Bricjapi ndërton siguri dhe strukturë për çiftin dhe për partnerin emocionalisht të ndjeshëm, duke i dhënë një bazë të fortë. Peshqit, nga ana tjetër, e zbutin karakterin e rreptë të bricjapit dhe i japin lidhjes ngrohtësi, intuit dhe fleksibilitet emocional, harmonia mes zemrës dhe mendjes. Ky çift ka aftësinë të krijojë një ekuilibër të veçantë, ku vendimet praktike dhe logjike i kombinojnë me ndjenjat dhe intuitën. Bricjapi mund të mësojë të jetë më i lirë emocionalisht, ndërsa peshqit marrin një qasje më të strukturuar dhe të qëndrueshme ndaj jetës, rritja personale dhe shpirtërore. Bashkimi i këtyre dy shenjave mund të ndihmojë secilin të rritet dhe të zhvillohet në fusha ku zakonisht nuk do të fokusohej. Peshqit mësojnë disiplinën dhe përgjegjësinë, bricjapi mëson empatinë dhe fleksibilitetin shpirtëror. Sfida: nëse bricjapi bëhet tepër i ftohtë ose i fiksuar pas suksesit, ose peshqit humbasin orientimin në ëndrat e tyre, kjo mund të krijojë tension. Komunikimi dhe durimi janë çelësi për të mbajtur lidhjen harmonike. Përputhshmëri. 88. Një lidhje e thellë, e qëndrueshme dhe shpirtërore, ku bashkimi i sigurisë me ëndrat krijon dashuri të plotë dhe një ekuilibër mes zemrës dhe mendjes.